Miqdeni, kesha ju për shëndes. Unë sot do hap një veshje anësore te ky krevati këtu dhe do ju tregoj step by step çfarë përmban veshja jonë. Si fillim, veshja kushton në vlerën 40.000 lekë. Përmban një çarçaf të tillë me elastik. Përgjithsisht vjen të njëjtën nuancë, të njëjtën ngjyrë me bazën e veshjes anësore. Përmban këtë që mund të konsiderohet si një jorgani hall, por edhe si shtres e tillë dysheku. Veshja përmban 3 anësore, 2 për pjesët anësore dhe 1 më të gjatë për këtë pjesën mbrapa. Në pjesën e përparme të krevatit vendoset një role e tillë, e cila lejon nënën që ta shikojë fëmijën dhe njëkohësisht nëse fëmia përplaset gjatë gjumit mos të vritet. 2 jastik dekorativ, një re dhe një han. Një tyl i tillë së bashku me hekurin e vet. E gjithë seti është 40.000 lekë dhe ky set, siç e pat, vjen me materialin e pambukut dhe mbushje filtri me doppio latin.